O Perëndi e madhe, o Perëndi, çfarë më kanë parë sytë e më kanë dëgjuar veshët, ose më saktë çfarë më kanë dëgjuar veshët se sytë s'kishin shifshin fare aty. Ishte një trishtim i madh se çfarë shef e çfarë dëgjon populli shqiptar mbrëmjeve në pasqyrat e kënetës mediatike. Ç'a them? Njëri thoshte, ky nuk është politikan, edhe ky bën show. Këta që mua më hidhen në fyt, pse unë them gjysma e burrave janë çyryk, dhe e them gjysma e burrave janë çyryk në sensin metaforik, patjetër. Nuk flas për kusht klinik, flas në sensin metaforik, sepse unë mendoj që të shkosh mbas kënetës, je gjysmak. Ky është një opinioni imi dhe kaq. Këta janë në gjendje që mbasi më hidhen mua për metaforën time, të thonë populli është i smur. Ky është një popull kot. Ky është një popull budallësh,